Të vendosën kufi dhe të jepet mbështetje. Fëmia juaj ka nevojë për një kuadër të sigurt. Me rregulla dhe kufi, bashkëjetues funksionon më mirë në familje, shkollë dhe bashkësi të tjera. Ato e tregojnë hapësirën e lëvizjes në të cilin një fëmijë mund të provojë dhe mësojë. Me këtë, ai fiton siguri, orientim dhe mbështetje. Ai mëson gjithashtu që jo të gjithë dëshirat plotësohen. Kështu ai do t'i përballojë më lehtë zhgënjimet dhe mërzijat. Si mund të arrihet kjo? Shpjegojeni fëmijës suaj pse rregullat janë të rëndësishme. Përgatitni atë për situata të vështira. Thoni paraprakisht se çfarë prisni prej atij. Udhëzoni atë me kërkesa të qarta të kuptueshme. Fëmia mëson shumë duke imituar. Bëhuni një shembull duke i respektuar marrëveshjet. Kur mëson diçka të re, ndihmoni nëse ju e demonstroni atë. Ulu në nivelin e syve nëse ju jepni vajzës ose djalit tuaj një udhëzim. Një jo thuani me një ton të qetë. Ju mund ta prekni fëmijën butësisht nëse ju flisni me atë. Me këtë, ai ndihet i kuptuar. Dishkimet fizike, mosdhënia e dashurisë dhe kërcënimet e ngarkojnë marrëdhënien me fëmijën tuaj. Ato e cënojnë besimin e tij. Këto nuk janë strategjia të mira për të vendosur rregulla dhe kufi. Edhe në shkollë ka rregulla. Nëse fëmia juaj i ka ushtruar tashmë në shtëpi, fillimi do të jetë më i lehtë për atë. Ai do të kuptojë më shpejt se çfarë presnin personat mësimdhënës nga ai. Kështu ai mund të pranojë më lehtë dhe të mësojë.